Ti ki ndërmen, për shembull, me e kry një shkollë. Pse? Për këtë, pastaj për këtë, pastaj për këtë. E pastaj, qysh pastaj? Po s'ka pastaj mu, mshelet atë. Mshelet shumë herët mshelet, subhanallah, cikli ngritis atë. Maksimumi, apo çka ka? Në këtë dunja me pas do pare, me shku në pushim, e tani? Po tani me dek, qikaq? Shumë, s'pranojmë në kështu. Kjo shumë ullë të kja. Tek Allahu xhallahu lartë shumë apëton. Shka Allahu që shenë ngrit besimtarin në qëllimet e ti, në kërkesat e ti, në ambicit e ti. Nuk nalet pa e marë shpërblimin e xhenetit, absolutisht. Prandaj, mbi çdo qëllim të kësaj dunjaje, është gjithmonë qëllimi madhor. Krejt qëllimet e dunjas koordinohen me qëllimin madhor. Kënaqësia e Allahut dhe shpërblimi me xhenet. Prandaj, nëse një rrugë mbyllet drejt e qëllimi, apo e marrim një rrugë tjetër, për një qëllim tjetër, i që shpihet tek qëllimi madhor. Që i pandal shumë o musliman, i pandal shumë vrapa dhe ecë drejt kënaqësisë Allahu xhallahu ala, nga se s'ka rrethan, vallahi, nuk ka situatë që mund me të nal, me gjyzuar me thonë që ata që s'po bëjke. Jo vallahi, ka thonë vetë se Allahu po bëjke. Bëhet ato. E mund shmësht. Paraj për me shku në xhenet, për me e kënaqë Zotin ton, çka duhet? Ti duhesh veç. Kaq. Kush më tepër? Prandaj kjo bën njërin të vëmendshëm, e bën të kujdesshëm, e bën gjithmonë aktiv. Asnjëherë nuk ka arsye për pasivitet, për gjynxim, për dembeli. Kur? Absolutisht. Nga se dunja ka rrugë shumë. Një mshelet, qile tjetra. Një mbyllet, tjetër në gjemë. Më rëndësi, veç një rrugë, kur të mshelet e. Kur? Aja është rruga me Allahun xhallahu xhalua. Kjo më rëndësi, që kjo mos më mshelë. Ajë mos ta mshelë këtë rrugë, për shkak të veprimeve tua, se tjerat, sa më rëndësi.